Nuk heshti më është lëvizja feministe krijuar në mënyrë spontane pas vrasjes së Lumturia Xhelilaj nga bashkëshorti i saj. Protestat që u zhvilluar përgjatë qytetit të Shkodrës nuk ishte iniciativa vetme e saj. Brikela Demaj, aktiviste e lëvizjes, thotë se fokusi kryesor është ndërgjegjësimi të rinjve mbi vlerat e barazisë gjinore dhe njohjen e të drejtave të grave. Lëvizja ka lind është plotësisht spontane, ka lind prej dëshirës tonë me protestu të unisë për rastit të vrasjes së Lumturia Xhelilaj që në Nguci të Re. Masanaj vendos me lënë thjesht në kuadrin e një proteste, por me formu një lëvizje me shpresën që me pas një farë ndikimi tek mentaliteti i masave, për sa i përket barazisë gjinore dhe statusit gruas në shoqëri. Lëvizja Nuk heshti më nuk do të ndalet në një aktivitet të vetëm, kështu me datën 22 qershor organizohet darka bamirësisë për financimin e projektit Përrall nga e tashmja. Me qenë se jemi në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet për parlament, zgjedhjet e përgjithshme, ne na erdhi ideja që të organizojmë një mbrëmje bamirësie, sepse paralelisht kishim një ide projekti për të realizuar në një prej lagjeve periferike të qytetit. Një grup trinj dhe një grup grash, cilët janë bashkuar lëvizjes sonë Nuk heshti më, patën idenë që ne të transmetojmë qëllimin dhe të bëjmë sensibilizimin e kësaj lagje nëpërmjet pikturimit të mureve, domethënë nëpërmjet pikturave murales. Spuntën e kemi marrë nga filmi Përrall nga e kaluara, nga libri Komedia e Andon Zako Çajupit, e cila edhe sot për fat keq është shumë aktuale. Projekti Përrall nga e tashmja frymëzohet nga Komedia e Çajupit, mbi ngarkesa shtëpijakeve shqiptare, kontributi vogël apo inekzistent i burrave në punët e shtëpisë, martesat e hershme të vajzave, zilia intrigat e grave ndaj njëra tjetrës, sistemi patriarkal ku burri konsiderohet koka e shtëpisë dhe vendimar si kryesor. Këto dhe të tjera problematika të pranishme në shoqërinë tonë pretendohen të sillen me anë të artit pamor në vëmendjen e njerëzve në rrugët e periferisë të qytetit të Shkodrës.